Vazhdojmë të dashur miq dhe natyrisht portokalliave të tjerave është edhe portokallia e surprizave dhe surpriza me të vërtetë është një ndjenjë që nuk është ndarë gjatë gjithë kohëve që zhvilluar Portokalli, pra në 5 vite. Ai që do të vi tani në skenën e Portokallisë nuk ka lidhje fare me humorin, përveç se ashtu sikurse ju është një adhurues i saj. Pra, më saktë, qesh dhe kënaqet me Portokallinë. Dhe gjithmonë jemi mësuar ta shikojmë ndoshta pak të rënd vizualisht, duke drejtuar emisionet përjavshëm, duke intervistuar politikan të vendit, por dhe të huaj që mund të krijonin emocione nga Washingtoni, Brukseli, Roma, a nuk e di se diku. Dhe pa dashur krijon kornizën e një njeriu me të vërtetë shumë serioz. Absolutisht që është një emër i njohur, i stërnjohur i ekranit, një emër i mirë i njohur i ekranit, por që kur i tham ftesën për në Portokalli, tha, me profesionin tim, me punën time, është nder për mua. Është fisnikëri të vinë në Portokalli. Humori kot nuk thonë të zgjat jetën. Dhe ai ka ardhur të zgjat jetën sot këtu. As më pak, as më shumë, gazetari Sokol Balla. Ja, mirë se erdhe. Ti është për të thënë diçka. Djalim po bën 4 vjeç, po fjalën e parë ka thënë babi, fjalën e dytë Portokalli, pastaj Top Story. Kurse mbesa ime të parën fjalën nga Portokallia ka thënë pi. Nuk ka gjë më të bukur se sa ta shkrish profesionin tënd me humorin. Unë e di mirë fare që kjo mini intervistë e shkurtër me Kolin le të shërbej për të shkrirë në një farë mënyrë edhe këtë muskulaturën në thonjza të këtij drejtuesi të përjavshëm të Top Story, po në një emision spektakolar në Portokalli, Porto Story, më bukur se Koli nuk besoj se realizon njeri. Të uroj sukses i dashur mik. Mirë se erdhe në Portokalli. Mirë, atë e pa humbur kohë jemi shumë afër fushatës elektorale, kanë mbetur thuajse 2 muaj, gjithë partitë janë përsulur për të bindur elektoratin e tyre, por jo vetëm për të marrë votat dhe për të marrë apo mbajtur pushtetin. Natyrisht kemi një grupim të parë që është në qeveri, një të dytë i cili tenton të vijë në qeveri, por ka dhe përpjekje për krijimin e një poli të tretë, i cili kërkon të japë një alternativë tjetër pra në qeverisën dhe në skenën politike shqiptare. Në natyrisht në emisionin ton ata sot janë ftuar special. Sigla. Atere, sot në emision kemi të ftuar kandidatin kryesor të partisë së tretë, zotin Nasip Gjymi. Mirëmbrëma, zotin Gjymi. Mirëmbrëma. Faleminderit. Shumë faleminderit. Gjithashtu, menaxherin e tij me përvojë të njohur, zotin Mani Pema. Mirëmbrëma, zotin. Mirëmbrëma, zotin. Mirëmbrëma. Dhe ndërkohë, me mendjen e tij të pavarur, por natyrisht kësaj radhe do flasim më shkojgjur se kur përfaqësuesi i shoqërisë civile zoti Dhimo Hidrauliku. Mirë, faleminderit. Faleminderit në tilla raste ta shpërblefsha valla. Faleminderit. Atëherë le të fillojmë me pyetjen e parë serioze të këtij edicioni të Porto Story. Atëherë zoti Gjymi, cili është programi juaj? Programi im është unë falenderoj të tërë ata që më mbështesin muan, unë falenderoj ty njerë që mësole këtu, ta di për falenderit shumë, dhe ne si parti pasi... Mirë, okej, atëherë kalojmë ndoshta te ju zoti menaxher, atëherë nëse mund na thoni pak më qartë. Po, cili është programi i partisë ju? Ashtu është, edhe unë ratë parë desha të falenderoj pikë së parë juve njëherë. Pikë së dytë i stafin tuaj, i cili pasqyron fushatën me mënyrë të asnjase, desha të thosha. Edhe së treti falenderoj gjithë fshatarët e zonave rurale, kudo që janë në Shqipëri, veçanërisht zonën e jugut. Të lumë. Faleminderit. Zoti Dhimo, ju jeni pak më i lirshëm, mund të flisni pak jashtë këtyre kornizave të ngurta politike, ndoshta ju do e keni më lehtë na shpjegoni, na jeni pak më shumë dritë për programin e kësaj partie. Tani mua po më bëhet shumë
Publicitet ajo, pa në Je, publicitet. po më bën shumë qefi dhe sa tosha. Shumë qefi, vllare. Që jam këtu dhe unë më përshëndesi gjithë kudo që ndodhen ato që po na ndjekin nëpërmjet televizionit kaq. Ja, atëherë kalojmë tek pyetja tjetër, zoti Gjymi. Je djalë Flori. Je djalë Flori. Kam shumë qef. Në kokë të. Mirë, atëherë le t'i kthehemi seriozisht emisionit ton, zoti Gjymi. Patjetër. Kemi një pol të majt, kemi një pol të djath. Ju jeni... Ku qëndron poli juaj? Poli jon, qik më këshu. Aty. Aty jemi. Aty jemi neve. Keni diçka ju përshtuar? Jo, për e çështjen kishte polit? fjallën dhe më dhe, që si polit. Më e ka për Pol në Big Brothers kjo. Ja, kam për Pol McCartney. Të lutem shumë, o shana shi, se unë të kam qef. O, shoku, Paul McCartney është kontar, më burë, që ka vdek nga sida, më burë. Që thë? Gjallë. Mirë, kalojmë te pyetja Që ka tjetër. gjallë se na moj e menim. Kalojmë tek pyetja tjetër. Atëre ka nisur fushata, përplasje, replika, akuza, njëri parajdut, tjetër parajdut tjetrin. A mendoni që është shumë e nxehtë kjo fushatë, zoti Gjymi? Po në shi... Ko asë më ma fare, një djel, një rëshi, digje u qa me që? Po këto janë punë të zotit i vllare, nuk thoa do të gjë. A, do me thënë partia juaj është parti me bazë fetare, apo jo? Në bazën fetare, plot me gjera, digje... Jo, shiko, ka një keq kuptim, pa tjetër që të gjitha ta edhe Pra, ne ka një përmbledhim. bazë fetare. Atëherë, çfarë mendimi keni për shembull për vajzat që sfidojnë ligjin dhe duan të shkojnë me shamin në shkollë? Keni ju një qëndrim për këtë çështje? Delikate, është shumë delikate. Unë s'jam për shkollë fare një. Dua shkollë. Jo, ta them pse, se kam respekt shumë, se në shkollë qas po bëhet, po shesin drogë, po bëjnë dashuri atje. Kjo është për faqe të zezë, pse shqiptari kështu. Shiko, ka një keq kuptim, e kishe në kuptimin figurativ, e kishe në kuptimin figurativ, do më dhënë që Nasibiu deshe të thoshe pra që ka degeneruar shkolla. Se ju e dini që të jesh kandidat për deputet, duhet të kesh spaku shkollë të mesme, apo? Pa tjetër, ky ka të gjitha, ka specializime, ka... Ky është shkolluar, është shkolluar, po do them edhe me që dole... Shiko, jare gjithë kjo qunë që am gjeti pa shkollë, pa gjë mirë, jam, që jam. Si do më thoni ju thoni që Jo, keni fare shiko, e politika kishin kuptimin arsimore që si shkolla parti. ata që ka degeneruar, mi po në programin tonë, a kuptoj që kemi për arsimin, detyrimisht ne do ta bëjmë shkollën e fortë, do ta bëjmë shkollën që të japi zek mrapshe, kuptoni? Do ta bëjmë Mirë, atëherë shkollën. kalojmë pak tek fushata që ju do të kryeni. Po. Cilat do të jenë instrumentat kryesor të kësaj fushate? Qa është ajo? Instrumentat kryesor të kësaj fushate. Instrumentat. Po, ashtu është. Po, unë jam i ardhur të digja unë ashtë se jo fare. Njëse vegdat. O, vekla kemi plot në... E di që keni vegë Kemi instrumenta. kitare, po, gaj, qa do t'i Instrumenta do keni? Qa Në do fushata, t'juna po, jo? shi, Allah? O, një sekund, zoti... Po, zoti, dimoj. Zoti balancohet që situatën këtu të lutem shumë tash se... E balancoj është emisioni im, të lutem për gjithë Më i thella, më i Jo, thella. një sekund se ti zoti sot për sot fakti e më i miri këtu nuk diskutohet. Ti e pja... është i mirë shumë. Se unë desha tosha për punën e fushatës, unë do bëjmë dhe premtime. Ne do t'japim fshatarëve të gjithë ka në karta të falas do t'i paguajmë dhe nga xhepi dhe do t'i futemi mu në pikën në pikën Lutem shumë. Brenda fare. qeverisja ka më të Okej, dobët. dakor. Zoti Dimo. Ju e dini, unë jam i hapur emisionin shahur, për çfarë do të pikpame, po ju lutem pak më diskret, më etik në program, se ky është programi im, mos e harroni. Më kthella. Gjithmonë mos i kthej llava, ne po flasim këtu, kemi ardhur na shikon e le pa Ti mund thënë çfarë të atë. po drejtë fjalës ta jap punë dhe ta presu. Po vlla, ti e Po ti nuk ma pret, mos ma pret. Zoti Balla, Ti mos më e bëni bëni ka më bëni llafe rashi. Të lutem Nasi, është çështje emocionale, a kupton, sepse çdo njeri emocionet natyrisht kur është tu pranë jush, nuk e ka me të keq djali. Po ajo që desh të thoshte, në Atëherë fakt, për çështjen e kartave, ju do t'i blini kartat, do të blini kuponat për kartat e identitetit, nuk është kjo në një farë mënyrë blerje e votës, zoti Mani? më vjen keq, nuk ka lidhje me blerjen e votës. Patjetër, nëse fshatari nuk ka që ta blej, patjetër që do t'ja blejmë ne, se të themi të drejtën. Është viti 2009, zoti Balla, e kupton? Ku gjen ti në botë fshatar që mos ketë në shtëpi një pishinë atje për t'u freskuar?
Një fshatar që mos ketë një foristrad, që tiki nga fshati në qytet, të hapi sytë, zoti Balla. Ku gjeni ju në fund të fundit një fshat në bot, ku mos ketë fshatari një bilardo në Papafingo atje, që të vrasi monotonim në fund të fundit. Ja më në ngatro me vrasje tine, se jemi qunat mirëne. Riut në Ku shi. shka me... Jo vlare, jo, përko këtë nëse kam respekt, je qumë Flori, po të kisha qumë ty da jep, jo. Jam i zënë, po ullë, jam i zënë. Ke shumë i... Një sekundë se nasi djetë që është karizmatik si tip. Jo, të lutem mos qesh zoti Balla, të lutem. Zoti Balla, nuk e Sokoli që? I njëjti jam, i njëjti. Po Sokoli, Balla, i njëjti. Po, zoti Limo, vazhdo. Mos e ndërprej, vazhdo, zoti Limo. Po ato që desha tosha, jo, kaq, nuk kam çfarë them. Mirë, Faleminderit. atëre, unë e kuptoj që ju nuk kuptoni, megjithatë zoti Gjymja, ka mundësi të më thoni me pak fjalë programin e partisë tuaj. Pra, cilat janë pikat kryesore? 1, 2, 3. Po, 1, 2, 3. Atëre, është hera e fundit, zoti Mani, ju si menaxher, kemi folur bashkë, kemi rënë dakord për seriozitetin e këtij programi. Ju kërkoj ndjesë, jemi shumë të emocionuar, sepse të them të drejtën vetëm ju na keni hapur derën. Jemi të hapur për gjithë jo ditë, atëre Faleminderit. edhe një herë, hera e fundit, dhe po ju pyes në mënyrë të shkurtër dhe të drejtë për drejtë. Po, Cilat janë pikat kryesore të programit tuaj? Ju lutem. pikat e programit tëne? Ku rafim më shoku, ku rafim ne? Nuk kam rarë njëri për kohë këtë ende. Nuk mere mu se ke që parte e vrasje tani rraf të fusim Ku rref brenda këta. programi më kapunar? E 10 herë tham më Po përpara. bolla ti zoti Dimo tani. Ku rref programin më burg? Ju lutem, zoti Gjymi flisni ju lutem. Për kohë këtë ende, Programi nuk juaj, di gjë, pikat s'kam vrarë kryesore njeri, të nuk kam... programit. Zoti Gjymi, pikat kryesore të programit tuaj. Pikat tonat kryesore? Programi më Programi është një këngë, një humor, një strat. Kaq vetëm. Kaq. E po rrim portokalli atëre. Jo, Publicitet. nuk kam vrarë njeri, nuk kam këtë